Të enjtë në gjykatën themelore në Gjilan u mbajt seanca fillestare kundër kirurgut Luan Mustafa, i cili akuzohet se më 28 tetor 2013 në spitalin rajonal të Gjilanit mori rishfet rreth 500 euro për një operacion. Nga i dëmtori Muhamet me qëllim të kryes së shërbimit të operimit të nënës së tij, pranon para 500 eurosh në zyrën e tij në spitalin lart përmendur, të cilat para i gjenden dhe i konfiskohen nga ana pjesëtare të policisë së Kosovës dhe i njëjti arrestohet. Sipas aktakuzës, pas simulimit të rastit në mbikëqyrje të policisë dhe prokurorisë, të dyshuarit parat janë gjetur në zyrën e tij. Por megjithatë, i akuzuari Mustafa tha se ndihet i pafajshëm. Edhe avokati i tij, Isa Mustafa, e kundërshtoi aktakuzën si të pabazuar në prova dhe fakte. Prokurori më tutje propozoi që nëse vërtetohet fajësia e marrjes së rishfetit, Mustafës t'i konfiskohet një pjesë e pasurisë. Kirurgu Luan Mustafa u mbajt në paraburgim nga 28 tetori deri më 22 nëntor të vitit të kaluar. Gjatë kësaj kohe ai ishte suspenduar nga puna. Zëdhënësi i Spitalit Rajonal të Gjilanit, Selami Kurteshi, e lavdroi kolegun e tij që po përballet me gjykatën. Unë edhe personalisht e njoh doktorin. Ai ka qenë gjendë tani doktor korrekt ndaj pacientëve, e ki edhe lavdratat e pacientëve që në ardhur për doktorin. Mirë po për këtë rast nuk di ma tjetër. Si ka ndodhur, s'pako për neve për momentin, derisa nuk vërtetohet fajësia, për neve është doktori i pafajshëm. Ndërsa i akuzuari Luan Mustafa tha se ndihet 100% i pafajshëm dhe se këtë do ta dëshmojë drejtësia. Seanca e radhës mbahet më 18 prill të këtij viti.